Pelikani i detit, mbreti i qiellit dhe i ujrave. Pelikani i detit është një nga zogjtë më të njohur dhe më të dallueshëm në botën e kafshëve. Me krahët e tij të mëdhenj dhe sqepin karakteristik, ai ka pushtuar imagjinatën e njerëzve për shekuj me radhë. Ky zog i madh jeton kryesisht pranë Bregdetit, liçeneve dhe lumejve, duke u bërë simbol i bukurisë dhe zgjuarësisë në natyrë. Në këtë dokumentar do të zbulojmë mënyrën se si pelikanët jetojnë, ushqehen, bashkëveprojnë me njëri tjetrin dhe rolin e tyre të veçantë në ekosistemet e ujrave. Do të ndalemi gjithashtu te mënyra e tyre unike të ushqyrit dhe mënyra si ata kujdesen për të vegjëlit e tyre. Pamja dhe karakteristika e pelikanit. Pelikani i detit është i njohur për sjepjen e tij të gjatë dhe të veçantë dhe çantën e veçantë poshtie, e cila shërben për të kapur dhe mbajtur peshkun. Kjo çantë është një mrekulli e natyrës, e aftë të ruaj sasi të mëdha uji dhe peshku, pa e dëmtuar kafshën. Krahët e gjatë dhe të fuqishëm të pelikanit e lejojnë atë të fluturojë për distanca të mëdha, shpesh duke lundruar mbi dete dhe liçene në kërkim të ushqimit. Lëkura e tyre është e hollë, por rezistente, dhe ndihmon në ruajtjen e temperaturës trupore gjatë fluturimeve të gjata. Ngjyrat e pelikanit ndryshojnë sipas specieve, por zakonisht janë të bardhë, të verdhë ose të hirtë, duke i dhënë një pamje madhështore dhe elegante. Sjellja dhe ushqyerja. Pelikani është një gjuetar i shkëlqyer. Ai zakonisht ushqehet me peshq, por mund të kapë edhe krustace, amfib dhe kafshë të vogla ujore. Metoda e tij të ushqyerit është unike. Pelikanët shpesh bashkohen në grup dhe krijojnë rrjete gjahu, duke shtyrë peshqit drejt ujrave të cekta për t'i kapur me lehtë. Një nga momentet më mbreslënëse është ajo kur pelikanët zhytin sjepin e tyre në ujë dhe tërheqin sasinë e duhur të ushqimit për të mbushur çanta e sjepit. Kjo aftësi e jashtëzakonshme u lejon atyre të mbijetojnë në mjedise të ndryshme dhe kur peshku është i pakët. Jetesa dhe migrimi. Pelikani i detit është një zog migrues. Ai udhëton mijëra kilometra në kërkim të ujrave të ngrohta dhe vendbanimeve të sigurta, për të shtruar vezët dhe për të rritur të vegjëlit. Në këtë udhëtim, pelikanët formojnë koloni të mëdha dhe bashkëveprojnë ngushtë, duke treguar një formë të jashtëzakonshme të solidaritetit. Gjatë dimrit ata shpesh migrojnë drejt brigjeve më të ngrohta dhe liçeneve të brendshme për të shmangur ngricat dhe për pasur ushqim të bollshëm. Këto udhëtime janë një nga arsyet që pelikanët konsiderohen si zogj shumë inteligjent dhe qëndrueshëm. Roli në ekosistem. Pelikani nuk është vetëm një zog i bukur për të parë, ai ka një rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekosistemit, duke ushqyer peshkun dhe kafshët ujore të smura ose të dobta. Ai ndihmon në mbajtjen e balancës së popullatave në det dhe lumej. Gjithashtu prania e kolonisë së pelikanëve tregon ujë të pastërt dhe një ambient të shëndetshëm, duke bërë këtë zog një indikator të fuqishëm ekologjik për shkencëtarët dhe natyralistët. Pelikani i detit është një mrekulli e natyrës me pamjen e tij madhështore, aftësitë e jashtëzakonshme për të gjuajtur dhe sjelljen sociale. Ai vazhdon të magjeps njerëzit dhe të na mësojë për rëndësinë e mbrojtjes së natyrës. Ky dokumentar është një udhëtim në jetën e pelikanit, një shikim i afërt i përpjekjeve të tij për mbijetesë dhe një kujtesë se çdo krijesë në planetin tonë ka një rol të veçantë dhe të çmuar.